kulturalisht njerëzit nuk e dojnë shilten, siguron që u vesha tash kam e dhënë televizor, nana më bërtet, edhe një qka e veçantë është që disa vite që na zhvillojmë dhe kemi tentime sipër që na që të shkolla në psikoterapisë trupore me të pashme, të prekshme edhe për njerëz të tjerë, është shkolla verore që na organizojnë çdo vit, dhe në këtë vit me 12, 13 dhe 14 qershor kemi planifikuar, akoma nuk e dimi vendin, kemi planifikuar shkollën verore, dhe në çfarë shkollën verore, trajnerët tonë edhe studentat tonë ofrojnë elementet psikoterapisë trupore dhe njerëz të tjerë pjesëmarrës mundën me ardhë mi pa të prekshme edhe me kuptu ma shumë si profesion. Po flasim për profesionistët e shëndetit mendor. Sepse për njerëz të tjerë, psikoterapia trupore është mjaft e mirë se ardhën, për klientat tonë, mirë po pavarësisht që kulturalisht njerëzit nuk e dojnë shilten, çka është kjo, sepse dënë si psikolog me kanë, siguron që u vesha tash kam e dhënë televizor, nana më bërtet, ke dhënë televizor pa mishën edhe pa setrën, kështu që edhe na shpesh profesionistë të shëndetit mendor shihen që si mënyre. Kurse na në psikoterapi na preferojnë një farë dinamike tjetër, ku edhe unë edhe klienti jemi të barabartë. Sepse në si mënyrë mujmë i ndihmu atina. Edhe ju pa më lejuaj, sepse pas të më lejoj nuk mujmë i ndihmu, po jemi të barabartë. Prandaj, në qoftë se jemi në shilte, atëherë dhe shiltet janë barabartë. Në qoftë se jemi karrika dhe karriket janë barabarta dhe janë të njëjta. Kështu që lejimi që saj hapësire pastaj është çaja që i ndihmon klientat tonë më shumë se sa teknika që na e përdorim. Sepse klientat shëndetin mendor kanë nevojë për një hapësirë të sigurt, për shembull veç mas të traumat, kur unë maj supervizim me disa raste, me disa klinika të ndryshme ose profesionistë ndryshëm, dhe mundohna me tërhiq vërejtjen që njerëzit që kanë probleme në shëndet mendor i mjafton që ti me e kuptu dhe me kanë prezent. Mos një nevojë mi thonë diçka të madhe, mos një nevojë mi thonë një këshill të madhe. Ata kanë nevojë vetëm për prezencën tonë. Që në psikoterapi, veç pas psikoterapi trupore, na kemi për detyrë, atë fokusi jon kryesor është me ofru që tonë, me kanë na prezent, edhe që kjo prezencë pastaj mi ndihmu klientat tonë që ai me gjetë vetë rrugën e tij.